Ndërprerja e analizave laboratorike për pacientët në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, mungesa e barnave dhe pajisjeve mjekësore për trajtimin e sëmundjeve të rënda, apo dhe rritja e çmimit të ilaçeve, ishin në fokus të interpelancës së zhvilluar në Kuvend mes deputetëve të opozitës Bars Pahia, Irisa Xhixho e Klitioti, me ministren e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala. Deputetët e opozitës e cilësuan situatën në shëndetësi si tepër alarmante, ndërkohë që sipas tyre, ata që po vuajnë të gjithë këtë situatë janë qytetarët shqiptar. Ajo që prej kohësh thuaj në për korridoret e spitaleve publike, tashmë u tha edhe nga ju publikisht. Pas datës 20 të çdo muaji kalendarik nuk mund të ofrohet asnjë lloj analize. Shërbimi nuk ndërpritet në asnjë moment. Kur arrihet rreth 75% e këtij volumi, në këtë fazë shërbimi vijon normalisht, por prioriteti jepet analizave urgjente. Në spitalin onkologjik trajtohen çdo ditë 100 deri 120 pacient me kimioterapi. Dhe për këta pacient ka vetëm 30 poltrona. Ndërkohë, këto 30 poltrona janë siguruar jo nga shteti, por nga një donator i cili ka dhënë 75.000 euro. Prej 8-9 muajsh pajisja e brakiterapisë nuk funksionon. E njëjta situatë në PET-scan, një ekzaminim mjetik që shtyhet, thoni ju, në vitin 2026, në fund 2026 do e vëmë në punë. Në radioterapi kemi 2 akselerator linar që përdoren për rrezatim të jashtëm. Kur do të vihet në punë pajisja e tretë? Në radioterapi kemi instaluar akseleratorin e tretë, duke plotësuar shërbimin me 3 akselerator, ndërsa ka nisur puna edhe për akseleratorin e katërt. Pra keni marrë një akselerator të ri, por sot që flasim nuk është vënë ende në funksion. 6 vite pa mirëmbajtje. Kapa. Ky proces kryhet manualisht nga infermierë që nuk kanë as formimin për ta kryer. Çdo vend i botës e bën këtë proces të automatizuar. Ju keni deklaruar se keni alokuar 15 milion euro për barnat, por realiteti është, zonja ministre, që ke një mungesë 12 deri në 13 barna që nga janari. Për sa i përket disponibilitetit të barnave, po punojmë intensivisht në disa drejtime. Sot, në QSUT, nuk mungon asnjë bar. Në lidhje me çmimet e barnave, duhet të theksoj se nuk ka patur rritje të çmimit të barnave gjatë vitit 2026. Ju thoni që çmimi i barnave nuk është rritur. Tani unë e kuptoj që ju nuk bleni barna, e keni deklaruar, nuk dini çmimin e ilaçeve, po është fyese të deklaroni që nuk ka rritje të çmimit të ilaçeve. Mungojnë edhe medikamente thelbësore, dexametazoni, që është i nevojshëm para kimoterapisë. Nuk ka dexametazon në Shkodër. Vazhdojmë edhe me goserelinen, trajtimi kyç për kancerin e gjirit dhe për kancerin e prostatës. Edhe ky nuk është në Shkodër. Ju bëjmë me dije se buxheti për muajin maj është ezauruar plotësisht. Zonja ministre, ju i kërkoni mjekëve që të mos realizojnë analiza sepse po kalojnë limitin e buxhetit. Në fund të interpelancës, deputetët e opozitës dhe njëherë përsëritën faktin që sipas tyre, Ministria e Shëndetësisë dhe qeveria duket se jetojnë në një realitet krejt tjetër dhe jo atë shqiptar, ndërsa shtuan se problemet e shëndetit të qytetarëve shqiptar nuk zgjidhen me propagandë, por kërkojnë plane konkrete.